Pas transferimit të Luka Modricit i Glitare, synon një tjetër goditje të bujshme për merkaton e ardhshme. Sipas të përditshmes Katalanase Sport, drejtori i kuqezinjve ka nisur të kërkojë informacione rreth të ardhmes së Robert Lewandowskit. Milani është në kërkim të një sulmuesi vetare, mendon se Leva është i duri për të udhëhequr repartin e avancuar, pavarësisht faktit se mbi shpatulla ka 37 vite. Por shembulli i Modricit ka rrëzuar mitet dhe paragjykimet për moshën, prandaj tifozët kuqezinj do ta mirëprisnin kampionin polak. Kontrata e Lewandowskit me Barcelonën skadon. Në fundin e këtij sezoni dhe në janar, ai do të kishte të drejtë që të bisedonte me ekipe të tjera për të vendosur të ardhmen. Nisur nga ky fakt, Tare ka dashur që të vendoset i pari në listë. Ai do të transferohej me kosto zero, por problemi i madh mbetet paga vjetore. Në Barcelonë përfiton 30 milion euro në sezon, edhe te Milani është vështirë që mund të arrijë mbi 10 milion euro.